shpenzime, aq ma pak ndjenja. Se sa ma shumë kompleksitet, ajo ndok mirë, një gruaj harxhon te frizer ka 200 euro për me u dok mirë një natë, imagjinoje. Për derisa dikush tjetër ndoshta me 200 euro gjysmuje e kalon. Imagjino, po është një kosto shumë e lartë. Frizer ka mandej vinë disa lukse të prica tjera, fustanat që ka për 1.000 euro fustan. Po, është një kosto jashtëzakonisht e lartë. Është e dëmshme. Nuk e dim, na nuk janë gjitha burrat pasën. Ka dhe burra që janë me një ekonomi pak më dobët. Tash imagjino krejt kursimet e mundit ti me shku për një ditë. Cila do ditë qoftë ajo? Qoftë dasma, qoftë një dasmë e thjeshtë. Nuk e di atë ka rastis me dëgju, po e zam dasmat që mbahen, familjarët e dhëndrit ose të nusës. Se cilin që dëgjoj shtu, unë nuk e kom shiju, se krejt janë të mobilizuar si po dukemi. Janë të mobilizuar me bo një organizim sa ma të mirë, më duk sa ma mirë, me pas foto, e as një prej tyne full mind, që në psikologji, nuk është me mendja të. Nuk është me mendja të me shiju momentin, me ditë që ka është të shiju. Se ato po ikin, të ka të këshur fotot. Beso nuk të ebë ndjenjen e lumëturis foto, sot të ebë ndjenjen e lumëturis qëndrimi në kohë aty për aty.